Kjo më ka pëlqyer shumë, du ta komentoj. Piket postimeve, kjo është favoriti jam, doktor Mall. Kam shumë aty, po mirë që s'pas ke hi me hulumtu ma tepër me gjithë. Edhe se tash kohëve të fundit i kum lënë pak jam të marrë me politikë më shumë. Me politikë. Kjo më pëlqen shumë. Domethënë keni postu kështu. Miqtë e mirë, edhe nëse i ndajnë rrugët, e ruajnë gjuhën nga fjallori i pështirë. Dhe sinqerisht besoj që është ashtu. Miqtë e mirë. Miqtë e mirë mundet me arë një moment i caktuar për me ndarë rrugët. Arsyet mundën me qenë të ndryshme. S'po hyj tash ndoshta a bindja, s'po them interes, a diçka tjetër, çfarë do qoftë, por ama nëse në esencë, në atë periudhë kur ke qenë mik me dikon, e ke pas me sinqeritet, edhe ndarja duhet me ardhë në mënyrë kështu pak ma të qetë, ma me relax, pa shumë hidhnim, pa shumë masarina fjalë, shtesa, shpifje, sharje, kështu me radhë. Unë besoj që secilit prej nesh i ka ndodhur në jetë, i ka ndodhur në jetë ndoshta ndonjë ndarje me dikon. Gjithmonë kur kam pas ndarje të tilla, jam mundu me e vorros hidhërimin, jam mundu me e vorros gjithçka që ka ndodhur edhe me e te i kalu si problem. Nuk është e lehtë, të pajtohemi, nuk është e lehtë. Kështu teoretikisht tingëllon mirë, duket mirë, por nuk është e lehtë. Posaçërisht nëse mendon që me atë ndarje të është bon një lloj i padrejtësisë apo tan. Por ama unë kujtoj që edhe atëherë njeriu duhet me gjetë forcën si me te i kalu situatën, edhe mos me hy në fjalë të liga, po me rujt një etik të komunikimit për hir të kalumës. E jo për një moment, për një shkarje të vogël apo një ndarje të vogël, me e shkelmu krejt të mirën që e ke pas me dika në të kalumën. Kështu që unë besoj fuqishëm te kjo që ka e kam shkruar tek fjalët e mia, sepse e kam një parim. Nëse nuk i besoj asaj që e shkruaj, nuk e qes në postim apo status.